fetar apo... Si u bashkohet e atyre? Ka rrugë zyrtare si bashkohet. Unë aplikova në faqen e internetit dhe kalova të gjitha filtrat për të bërë pjesë në parë vetingu që bëhet, apo jo? Filtrat janë shumë të ashpër. Ka disa intervista, do më thënë, që duhet të jesh njeri shumë serios dhe shumë i vetë përmbajtur dhe me disa cilësi të përgjithshme që të bëhesh pjesë e këtij misioni. Dhe misioni është i suksesshëm dhe sidomos pa viktima, për shkak të filtrimit fillimisht dhe për shkak të trajnimit që bëhet para nisjes. Faktën, do të lejoni zotë Balla që t'ju falenderoj që keni përfshirë në bashkëbisedime sonte. Jo vetëm për pjesën e Kurban Bayramit, por për tematikën shumë të nxehtë dhe delikate në fakt, që është bashkë me ne edhe Bakiu. Nuk di ndjes, po ato shenjat kam frikë se i kje nga... Po, janë shenjat. To janë akoma shenjat e duarve? Shenjat e lidhjes të duarve. Pra ngosjes me ato primitive, për kështu se asja nuk janë as prangat... Janë fasheta, po. Fashetat e plastike. Po, ajo që përpara se të kaloj tek pjesa e Bakiut, dëshiroj që, sepse është një përvojë, tashmë shqiptarët e kanë kaluar, dhe rreth më shumë nga pozitivja. Dhe duat vej, dhe jam në një linjë dhe pajtohem me pastorin për pjesën e Sirisë. Pra du të marrë një kornizë zgjerë, mos përfshirja, apo pse duhet përfshirja, apo s'duhet fare e shqiptarëve në konfliktet ndërkombëtare. Dhe për fatin e mirë dhe të keq një herazi, ne kemi një konflikt tashmë të i kaluar, me pasoja në pikpamje të imazhit, po them për Republikën Shqipërisë, për shqiptarët, konfliktin e Sirisë, i cili për fatin e mirë, ashtu si ka përfunduar, por kemi tashmë një qeveri dhe i diku legjitim në Republikën e Sirisë, dhe nuk janë më, po them, gjitha ajo problematika, ekstremizmi në, thujse në caqet më të largta, në pikpamje gjithmonë kjo fetare për fatin e keq, i cili mlodhi disa dhjetra mira luftëtarë, thënëshin, cilët bashkë me ta për fatin e keq të Shqipërisë dhe shqiptarëve, ishte dhe një grup, avërsisht 120 shqiptarë, cilët tashmë pas një dekade, thuajse, një pjesë e mirë, po zonjat edhe fëmijët, gratë dhe fëmijët u riadhetësuan, ndërsa një pjesë nuk dihet fati i tyre. Që provoi dhe dha një mësim, unë besoj se, një mësim të mirë që shqiptarët nuk kanë asnjë arsye, për asnjë konkret për fatin, unë do të them për fatin e keq, u përfshin, u nxitën, u mashtruan, u shtyn si viktima pjesa e madhe, sepse kur them këtë një pjesë i kam njohur dhe nga afër, ka mosha nga më të çuditshme deri në 70 vjeç apo dhe gra dhe edhe fëmijë të tjerë, u shtyn për të shkuar drejt një parajse toksore në sensin pra një lufte të shenjtë. Dhe për fat keq gjetën ferrin atje. Që gjetën ferrin, i cili vazhdon akoma për ata disa gra që kanë mbetur në Siri në kampin Haul. Dhe kjo është ajo që me drejtë thot pastori dhe i friksuar, pra kur them pastori them shqiptarë që kanë qenë dëshmitar brenda kësaj dekade, që përse duhej që të ishin atë luftë. Koha e vërtetoj. Po Bakiu, duhet të ishte në atë flotilje? Po, do të vi deri tek ajo. Dhe biles sot po të pyesni, tash pas një viti e ca apo edhe më shumë, 2 vjet avërsisht, të riadhetësuar gratë, nëse do t'jenë të qeta në pikpamje psikologjike, emocionale, tjerë më radhë, dhe ndoshta jo në praninë të një publike të gjërë, do shprehin që do të mallkojnë të gjallet vdekur ata cilët i detyruan, mendimin tim dhe kjo është, askush nuk vajti me atë dëshirën e kujtun, një mashtrim i madh, i detyruan të gjenden në ferrin e Sirisë. Ndërsa, pra Sirie kjo, ndërsa, në raport me Palestinën, Palestina është strumbullari shekullor, qoftë fetar, qoftë politik, jo fetar, qoftë edhe rajonal. Në Palestinë nuk ka konflikt fetar. Do të shpjegoj edhe atë. Para pak ditësh në një studio, për mos e dhënë emrin, u përmend edhe çështja e Iranit. Pra bombardimet nga Shtetet Bashkuara dhe Izraeli, po ashtu etj. Dhe dikushi me drejtë, ndoshta shqiptarët ku duhet gjenden. E kam thënë me bindje plot që shqiptarët nuk kishin asnjë arsye logjike të qëndrueshme dhe të besueshme që të ishin pjesë në konfliktin e Iranit.
Që mbajtë një qëndrim, qeveria, po thua se pjesë nuk është, po... Jo, pjesë po them në kuptimin asaj që ndoshta varësisht... Që mbajtë një nga pak shtetet që mbajtë qëndrim të hapur. Patjetër, po dikush rezolut parlament, u quhet terrorist shteti Iranit, garda revolucionare. Patjetër, po ndoshta një pjesë edhe në Shqipërinë tonë të vogël, por ngarkohen nga ndonjëherë me pesha që te kalojnë gjeografinë tonë, po dhe specifikat tona multifetare, që pse jo ne duhet ishim dhe diku në anën e Iranit. Kjo nga pikpamje fetare, që së qëndon as gjikundi, dhe isha i mendime dhe jam që as pak fetarisht jo se jo, po as geografikisht as nuk diçka. Pra e thonë duhet ishim ekuidistant nga dyja palet e përfshira në konflikt. Kurse si. Do vërtetohet shumë shpejt koha në raport edhe me ne, po ne nuk kemi të përfshirë për fatin e mirë dhe qeveria u pozicionua dhe bëri deklarimin e vetë publik në kohë të duhur. Ndërsa për të ardhur në çështjen e Palestinës është shumë delikate, shumë e nxehtë dhe duhet të them me sinqeritet që besoj dhe ju dhe publiku më kupton që përpara një problematike të tillë ndërgjegja ndërkombëtare ka folur. Shikon, po them ndërgjegja, në disa shtete është shkuar më tej, pra janë shprehur dhe shoqëritë, pse jo kohët e fundit dhe disa qeveri. Por sigurisht, momenti që përfshihet politika dhe qeverit, sigurisht që preken ekuilibra, preken interesa të mëdha geopolitike, strategjike, dhe nuk është e lehtë. Por, mua, ose unë si shqiptar, jam pjesë e asaj dhe më vjen shumë mirë që ndërgjegja ndërkombëtare, kur them globale, musliman të krishterë, apo dhe tjerë, pra dhe budist nëse ka patur, nuk kanë fjallën për flotiljet, por kanë fjallën për reagimet. Pra Londra, New Yorku, Tokyo, Evropa pa tjetër, në Gjermani, në Italia, më theksuar e tjera me radhë. Spanja më theksuar. Spanja, pa tjetër, ndjes, po, Spanja për arsye specifike ndoshta, kanë folur dhe i kanë qëndruar dhe koha ka shpejt ka konfirmuar që ndërgjegja globale ka të drejtë, është në të drejtën e saj që mbron, ose që qëndron pas fëmijëve më pakta, pas grave që po mbesin, që kanë mbetur në grëmadhat e Gazës, apo edhe Palestinës dërsi. Dhe shikovne, me shumë të drejtë, nuk mund tjetë, nuk ka lidhje personi, ka lidhje pozicioni, përfaqësimi dhe demonstrimi banditesk. A i mund ta ketë emrin edhe, po themi emrin musliman, ministrin izraelit, në fjale kanë fjale. Nuk ka lidhje me asnjë lloj, po them, domethënie njerëzore në raport, jo vetëm me ata, por edhe në herë tjera shprehit, demonstrimet dhe aktet e ministrit kanë qenë, nuk i shkojnë jo shekullit 21, pas edhe mes jetës. Sepse të komunikuarit në atë mënyrë që i drejtohet kryeministrit vendi, pra më lërë, si punë atyre, banditën lagje që ma lërë dhe 5 minuta apo 10 minuta persona, se pastaj di unë zhbëj jashtë kamerave. Shikoni, kur ka shkuar kjo në sytë e opinionit dhe kjo video është hedhur për opinionin publik botëror. Ta theme, e ka publikuar vetë. Ka publikuar vetë video. A e ka edhe për zgjedhësit e vetë në fakt. Po sigurisht, patjetër. Zgjedhësit e vetë po dalin të fshatin global, pastaj nuk e shohim vetëm zgjedhësit e vetë, e shohim dhe ne këtu. Shoqëria të reagojë dhe nga krau tjetër themi jone, nuk duhet të reagojmë, tani duhet ndajmë mendjen. Ose shoqëria duhet të reagojë feja mbi të gjitha. Dëgjohen. Pra feja krijon një lloj stabiliteti, do duhet krijojë stabilitet. Fe nuk ka rëndësi. Me qëra fjala. Fjala fe është një koncept. Nuk ekziston feja, ekzistojnë fetë e ndryshme. Dhe fetë e ndryshme janë kaq të ndryshme sa janë shumë të ndryshme. Janë kontradiktore. Komisionin e kanë të njëjtë ama. Feja mund të jetë mobilizim për luftë, feja mund të jetë paqësore. Nëse bëhet fjalë për globalizimet e parë ka bërë feja. Po. Apo jo? Po, por globalizimin nuk flasim nga kryqëzatat, miguim, daç kalojmë tek kalifatet ku duash ti. Të them një gjë unë, globalizimi. Fetë kanë bërë globalizimet e para. Sipas kohës, ndonjëherë me dhunë, ndonjëherë me frym. Globalizimi nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë. Mund të jemi parë në botë që e them, nuk jam. Jo, nuk e parë. Por nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë. Dakor? Sepse ti thua po sjell problemet e botës po na i sjell në shtëpi. Çfarë mendojnë shqiptarët? Para 2 ditësh nisur nga ngjarja e Bakio Koçajt, ne pyetëm shqiptarët. Një aktivist shqiptar
po shikojmë në ekran, Pro-Gazës u ndalua dhe u deportua nga Izraeli. 20.2% e të anketuarve tanë thonë që keqtrajtimi ndaj tij dhe ndaj të tjerëve është i papranueshëm. 14.5% thonë që jam totalisht indiferent atyre, që pra njerëzit nuk përfshihen këtë debat fare. Po ndërkohë shikojmë që 45.3% e shqiptarëve thonë që ne nuk duhet të përzihemi në të tilla çështje, pasi kemi raporte të mira me të dyja palët. Shqiptarët kanë folur, ne do i komentojmë me njëherë pas publicitetit.